Përshëndetje motra dhe vëllezër, të nderuar dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalidë dhe veteranë të luftës, dhe udhëheqësit të komunave, po ashtu edhe të partive politike. Nuk e kam edhe lehtë të them dy fjalë para jush, dy fjalë zemre, dy fjalë shpirti, sepse edhe nuk është e lehtë të përshkruash tërë zemrën përmes pak fjalëve. Se shumë kujtime të mira dhe të jeta na kanë mbetur nga periudha luftës historike të cilën e bëri UÇP-ja. Kur e shoh flamurin ton kombëtar Kuq Ezi, Shos Skënderbeun, Ismail Qemalin, Ademir Sharin, vëllezërit Haradinaj dhe gjithë dëshmorët që dhanë jetën për liri. Pikërisht kjo filloi edhe te ne më 26 janar të vitit 2000, që këto foto të këtyre dëshmorëve të renditen në altarin e lirisë. Sepse gjatë përfundimit të luftës heroike të Kosovës, që e bëri UÇK-ja, sillën ndërhyrjes së NATO-s forcat paramilitare serbe që vranë, masakruan dhe nuk lanë gjë pa bërë në Kosovë, u detyruan të tërhiqen dhe të stacionohen edhe në vatrat tona tërgjyshore. Me pozicionimin e tyre, këto edhe tek ne filluan të likuidohen, maltretohen në mënyra brutale të kësaj popullata e kësaj ane. Me pamjen e këtyre skenarëve, edhe ne u detyruam që të mobilizohemi edhe të kapimi armët për t'i dalur zot vatrave tona. Kjo ndodhi pikërisht kur sot, në këtë datë para 12 viteve, u vranë edhe vëllezërit Saqipi. Atëherë djemë të cilët ishin përgatitur për t'i dalur përballë armikut, nuk kursyen as jetrat e tyre, ku edhe filluan një luftë heroike për të cilën u alarmuan edhe Kombet e Bashkuara, po ashtu edhe Bashkia Evropiane. Gjatë zhvillimit të betejave që u bën asaj kohe mes forcave tona të UÇP-s dhe forcave militare dhe paramilitare serbe, edhe pse teknikisht dhe ushtrakisht ishën të pabarabartë, prapë në betejat të cilat i zhvilluam u treguam të denjë për liri e trojave tona dhe gjithëherë i zbrasin sulmet e tyre. Kjo tregon edhe për vendosmërinë që kishin marrur si barë mbi vete, ushtarët e asaj kohe të UÇP-s. Në krye me komandantin e përgjithshëm Shevqet Musliu. Por për këtë flasin edhe faktet se gjatë shumë betejave që i bën, ishte edhe beteja më e ashpër e muajit nëntor të vitit 2000, ku ushtria jonë çlirimtare e mori në kontroll një territor të gjerë mbi 60% të komunave Bujanovac dhe Preshevë. Me pamje luftës tonë, fitimtare dhe popullata e këtyre anëve e ndjente veten më të sigurt, ku edhe kishin një përkrahje të madhe dhe bashkëpunim të shkëlqyer. Për këtë, edhe Bashkësia Evropiane u bind se me të vërtet ishin duke bërë një luftë mbrojtëse të vatrave tona. Andaj, edhe pikërisht Bashkinë Evropiane dhe Kombet e Bashkuara i shtirën të fillojnë bisedimet në mes ushtrisë tonë çlirimtare të UÇP-s dhe forcave barbare serbe në fillim të marsit të vitit 2001, ku edhe mbaruan në maj të vitit 2001 me marrëveshjen e cila u emërua marrëveshja e Konçulit. Edhe pse u arrit marrëveshja, edhe ishte e garantuar nga Bashkia Evropiane, prapë nuk u implementua siç ishte e paraparë, ku edhe kjo u tregua sot e kësaj dite, sepse ende nuk mundemi të përdorimi flamurin ton kombëtar, po ashtu burgosjen e ushtarëve të UÇP-s në mars të vitit 2003, e njëjta ndodhi edhe në dhjetor të vitit 2010, ku sot janë të dënuar me 101 vjet burgim dhe vuajnë dënimet në përburgjet e Serbisë. Rruga që e lëm pas është shoqëruar me shumë sakrificë, dhëmbje, viktima dhe gjatë. Le të jetë rruga para nesh, një rrugë e pajtimit si parakusht. Edhe apeli është, sikur që ishim të bashkuar dhe të unifikuar gjatë luftës pa ngjyra politike, kërkojmë që edhe nga ju në paqë të jemi të unifikuar dhe të bashkuar për proceset e filluara në luftë të zbatojmë bashkarisht në paqë dhe të arrisin qëllimet tona kombëtare të papërfunduara sot e kësaj dite. Dhe në fund, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, rrof uniteti kombëtar dhe Zoti e bëkof popullin tonë shqiptar.